bën deklarata befasuese për të ndryshuar lidhjen e episodit. Për shembull, unë të dua, po do bëj gjithçka për t'y riparuar ose nuk besoj më. Momente reflektime pas klimaksit emocional marrin fjalët moderatori, psikologu në studio, që tentojnë të ndërmjetësojnë, të qetësojnë atmosferën, të inkurajojnë komunikim të vërtetë dhe të sinqertë. Konkurrentët ndjejnë ndjesit, mbeta i lënduar kur mendova se ti nuk e di si të reagoj. Këto momente janë pika ku spektatorët ka mundësi të identifikohet dhe të reflektojnë dimensionet e veta, vendosja dhe pasiguri. Episodi nuk mbyllet gjithnjë me zgjidhje, disa marrëdhënie dalin më të forta pas faljes dhe përmirësimit për reflektim. Për përmirësim të tjerat lidhen me pyetje pa përgjigje, në dyshime dhe në atmosferë pasigurie. Një konkurrent shprehet do të tentojmë, por nuk e di të premtoj, dhe ekrani fiket me pamjen e çisteve që përqafohen dhe largohen nga studio me fytyra të ndryshme.